E njëjta gjyqtari ishte. Prandaj pa ndryshoj. Në kuptimin juridik, ç'a ndryshoj? Nuk e di, këtu është avokati, nëse mund të kemi diçka që e para, e dyta, unë jam i bindur që ish kryeministri Berisha sigurisht që do dali i pafajshëm, sepse më ka ra vetë natyra që ta njoh deri diku si fillim të këtij gjithë kësaj akuze. Megjithatë ju keni një lidhje rastësore, unë e kisha harruar në fakt, po ju keni qenë zëvendësministër i sportit në atë kohë, kur është diskutuar në mbledhje qeverie dhe madje ju, habia juaj me procesin ka qenë që s'kishte mundur që pas 8 muajsh vjen prapë për ndryshim ligji për sportin. Ky ishte një dyshim shumë i arsyeshëm, që nuk e di nëse e kishit kuptuar që bëj fjalë për këtë dhe sot jeni i bindur që ligji i sportit ishte në funksion të asaj që ndodhi më pas? Po më risjell, ajo mund të ketë tamam 20 vjet. Jo. Kur keni qenë në fund të legjislaturës së vitit 2001-2005, kam qenë në Kuvendin e Shqipërisë deputet. Dhe siç ndodh rëndomt, në seancën e fundit të çdo legjislature kalojnë ligje me shumicë. Me shumicë. Dhe një nga këto ligjet ka qenë edhe ligji i sportit. Në atë kohë ne ishim në opozitë. Dhe kemi kundërshtuar ligjin e sportit, sepse ai u bë me nxitim. Pra diku nga rreth 2005-s, pranverës 2005-s. Prill 2000, ndoshta seancën e fundit. Dhe kemi kundërshtuar si opozitë që mos kalojë ky ligj se kishte disa mangësi, sidomos në raport me pronën. Me ardhjen e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në pushtet, unë në atë periudhë kam qenë zëvendësministri i turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve, që mbuloja dhe federatat sportive. Dhe ku ka kaluar në Këshillin e Ministrëve, më qëlloj që të ishëm unë në mbledhjen e qeverisë. Dhe aty, në momentin që është diskutuar për çështjen e ligjit për privatizimin e klubit Partizani, nuk mund të them shumë si kundërshtim, po më shumë si sugjerim. Dhe sugjerimi im ka qenë në 3 drejtime. E para në aspektin ligjor. Dhe shprehimisht me sa më mend se i thon shumë vite, 2008 i thon 16 vjet, 17 vjet tani. Pikërisht 17 vjet. Në aspektin ligjor, sepse ligji i sportit ishte miratuar në prill të vitit 2005. Në shtator-tetor të vitit 2005 ishin bërë ca amendime. Dhe këto amendime ishin që pronarët, ato presidentët e klubeve sportive, që kishe fillu privatizimi, mershin presidentat, dhe ato ishe si pas ligjit, që në rast se do të kalojnë me koncesione, apo mund të parablehen objekte që janë në terrenet sportive, mund të jenë pjesë edhe ato. Pra edhe presidentet. Realisht presidentet nuk e kishin menje ke zhvillimi i sportit. Pa e kishin ka asete që kishin stadiumi, Dinamos, stadiumi Qemal Stafat, fushat sportive. Dhe pra në aspektin ligjor e kam ngrit këte. Që janë 2 ligje që janë miratuar, do më thanë pa kaluar shumë pak kohë. Pra duhet që të jemi të sakt edhe në interpretimin e ligjit e para. Në aspektin e politikave të mazhorancës kohës për sportin, kam thënë këtë, që unë nuk do t'ishta për privatizimin e objekteve dhe terreneve sportive, sepse ishi shumë pak. Në parim. Në parim, pra politikat e qeverisë. Dhe kjo ishte në parim të politikës së mazhorancës për sa i përket të terreneve sportive dhe zhvillimit sportit përgjithësi. Dhe e treta kam qenë sugjerim. Nëse do të kalohen, duhen domosdoshmërisht amendimet, sepse do të ketë interpretimet e ligjit nesër ku do që shkoje. Dhe absolutisht, kryeministri Berisha i kohës ka thënë, analojmë këte, ministrit e linjës të praptar i marrin këtë qeshje, edhe kaloj edhe gjithë shka procedura është kry. Tani, nuk do i ndalemi shumë, sepse besoj është një çështje që e ka Spaku dhe gjykata dhe atë. Vetëm në parim, doja, me qenë se në ato mbledhje që keni, sepse mua më bën përshtypje logjikisht, si gazetar pa hyrë detajeve, se si një kryeministër tjetë kaq i interesuar për ligjin e sportit. Kështu ishte Berisha për të gjitha ligjet i interesuar edhe për ligjet të dorës dytë, se mendohet që ligji i sportit nuk është ligj le të themi madhor. Është një ligj programit i dorës dytë apo jo avokat, nuk e di se si e percepton. Pra,
ky sistemi i Berishës ishte për të gjitha ligjet apo vetëm këtu? Dakor, patjetër. Paragjykimi im. Platformës, programit elektoral të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, ka qenë çështja e pronave një nga problemet kryesore. Pra, ligji i sportit po vinte në funksion të pronave, po thua. Jo, fal, në përgjithësi çështja e pronave. Patjetër. Dhe në ligjin e pronave jam dakord. Zgjidhjes së pronave ishte atje ku ka mundësi që t'i kthehet pronarit, t'i kthehet pronarit. Pra atje ku ka mundësi. Dhe në kuadrin e kësaj, pra të rregullimit të pronës, sipas ligjit, edhe kjo ka qenë në këtë këndvështrim.